Ajo që përflitej në korridore, më në fund është bërë publike. Bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës, Ajola Xoza, është atzan dhe familja Veliaj do të zgjerohet shumë, sepse çifti presin që t'i vinë në jetë, jo një, por 2 fëmijë. Ajo që ka bërë më shumë konfuzion në këtë situatë është fakti se Veliaj ka 9 muaj që ndodhet në paraburgim, ndërkohë bashkëshortja e tij është 4 muaj që është atzan. Ajo që dihet nga burime brenda burgut është se Ajola e ka takuar bashkëshortin e saj në ambientet e paraburgimit, por ata nuk kanë preferuar të konsumojnë takime speciale që ja lejon ligji. Burime pranë spitalit privat ku ndiqet gruaja e Veliajt janë shprehur se zonja Xoza ka përdorur metodën in vitro për të mbetur shtatzan pas shumë tentativash të mëparshme. Përpos faktit që fëmijët janë një bekim në familje, kjo ka qenë dhe një lëvizje zgjuar e Veliajt, i cili së shpejti pritet që të dalë nga burgu. Avokatët e huaj janë shprehur se në rastet e njëjta të ndodhura në proceset gjyqësore, babai ka dalë menjëherë nga burgu, sepse janë disa anekse ligjore që ja mundësojnë këtë. Ardhja në jetë e binjakëve duket se do të sjellë një dritë jeshile edhe për kryebashkiakun e Tiranës. Ai do të dalë nga qelia dhe do të bashkohet me 3 fëmijët e tij. Edhe shoku i Veliajt, Semir Tahiri, 2 vite burg i bëri në shtëpinë e tij, sepse i duhej të kujdesej për fëmijët. E njëjta gjë pritet të ndodhë edhe me kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj.